Si doli në fund supa kremoze me preshë, me qepë, me patate, me kungull, me të gjitha këto, doli perfekte. Tani një gabim që bëra unë aty është që i hodha shumë ujë, nuk e mora me mend që perimet do lëshonin ujë, edhe i hodha shumë ujë, do t'u tregoj pasaj se çfarë bëra. Nga këto erzat i hodha tamerik, hudhër, tos hudre do me thënë, krip edhe piperë. Siç mund të shikoni aty lëshuan shumë ujë, shumë lëngë këto perimet të gjitha, edhe që të mos e shpije dëmë, unë e hodha më njanë, se ky është lëngë perimesh me të cilin do bëje pilaf në një ditë tjetër, e derdha dhe këtu mos e pyesni, u bë një çiknami, po çfarë të bëja tani? Tani të gjitha këto perimet unë do t'i bëj me këtë blender mixer, thoni si të doni. Unë nuk e dua që të dali shumë e ujshme dhe ndaj ja hoqja lëngun e shumtë. Nëse juve doni të dali më e ujshme se sa më del mua, mund të lini pak më shumë lëngë. Mua më pëlqen të dali kështu në këtë mënyrë. Pastaj ja do ta hedh në pjatë, edhe do ta shoqëroj me kosë, mund t'i hidhni dhe rikota, çfarë të doni juve që ta shoqëroni. I hodha pak piper të zi nga lartë dhe një çik vaj ulliri. Delo njerëz një supë, aq e mirë, aq e shëndetshme, më thoni tani. Nuk është kjo shumë e shëndetshme si recetë, është. Edhe ka nga të gjitha shijet brenda. Edhe del perfekte. Ciao ciao.